Këto janë kujtime që janë botuar diku nga vitet 70, 72 mos gaboj, në një revistë të njohur të Beogradit, revista Nin, pjesë dhe pastaj edhe aty janë përmbledhur. Sapo botuan, sigurisht që shteti shqiptar kishte informacion për kujtimet e Dušan Bugoshës, për shkak se ky kishte qenë një nga protagonistët kryesorë të themelimit të PKSH-s gjatë luftës botërore, dhe menjëherë i ka përkthyer faktikisht një nënpunës i Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Pastaj, me urdhër të Nexhmije Hoxhës, këto kujtime ju dhanë ose ju dërguan Ramadan Çitakut, i cili kishte shërbyer si përkthyes edhe gjatë luftës për krah Dušan Bugoshës, për të bërë një kritik. Pra, sa këto kujtime ishin të vërteta në raport me realitetin. Dhe Ramadan Çitaku i harton një relacion ose një kritik ndaj këtyre kujtimeve dhe për gjatë 30-40 vjetëve qëndruan në arkiv. Pra, gjatë periudhës komunizmit ishin vetëm për përdorim brendshëm nga studiuesit e Institutit Studimit Marksist-Leniniste, pastaj mbas 91 nuk është se pat një kuriozitet madh për t'i nxjerrë, por për sa i përket rëndësisë në raport me zhvillimet politike në Shqipëri gjatë luftës botërore. Ai shkurtimisht tregon mënyrën se si vjen në Shqipëri, kush e dërgoi, kontaktet e para, pastaj tregon për aktivitetin në kuadër të themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare, pra tregon disa detaje për themelimin, veprimtarinë, grupet që ekzistonin e tjerë. Nuk është se thot gjithçka që din, sepse ai kuptohet rezervohet për shumë gjëra, për shkak se Dušan Bugosha mbas 44-s ka qenë funksionar i lartë në Kosovë dhe njëkohësisht më sa kam informacion ka qenë dhe general UDB-s, Shërbimit Sekret Jugosllav, dhe merri me shqiptarët. Madje në vitin 1950-51 në krijohet një komiteti i Prizrenit me disa refugjat shqiptar që ishin arratisur në Jugosllavi. Dhe këtë përdorte UDB-ja për të bërë shantazh regjimit komunist Shqipëri, Enver Hoxhës. Jo se kishte seriozisht për ta rrezulluar Enver Hoxhën, por thjesht një lloj shantazhi politik që me ne sillun mirë, sepse përndryshe ne të përdorëm emigrant politik kundra teje. Por duhet theksu që jo të gjithë emigracioni politik shqiptar, qoftë në Jugosllavi, qoftë në Perëndim, bashkëpunoi me Dušan Bugoshën apo me këtë komitetin e Prizrenit. Pra kishte disa individ. Sigurisht që drejtuesit e tij të komitetit Prizrenit ishin njerëz të UDB-s. Në krye ishte një apostol Tanefi, ndoshta edhe shqiptar s'ka qenë tamam, por mund të ketë nga pakicat maqedone ose bullgare të Pogradecit, mos gaboj, i cili ishte në krye të komitetit dhe përdorej nga UDB-ja. Kur arratiset general Panajot Plaku, ish ministër pa portofol i Shqipërisë, arratisët në Jugosllavi, UDB-ja e përdor dhe bashkë me Dušan Bugoshën ka ndërmarrë një mision në Perëndim për të takuar disa eksponentë të emigracionit politik shqiptar, gjoja për të organizuar kundër Enver Hoxhës. Mirë, po jo të gjithë këta emigrantët politik u takuan me Dušanin dhe me Panajot Plakun. Unë kam thënë një rast që është Abbas Kupi, për shembull, i cili duke pas parasysh direktivat që i kishte dhënë mbreti Zog, në asnjë mënyrë nuk pranoi që as bisedon as takohej me Dušan Bugoshën në emigracion. Sepse direktiva e Zog ishte shumë e qartë, që në konferencën e paqes në Paris në 46-ën, më mirë Shqipërinë ta mbajnë komunistët sa të coptohet midis Jugosllavisë dhe Greqisë. Gjithsesi, këtë e thash për t'treguar që Dušani e vazhdoi veprimtarinë edhe pas 44-s me shqiptarët. Sigurisht që i dërgoi Tito, shtapi i përgjithshëm i ushtrisë partizane ose komuniste në Jugosllavi, ai i dërgoi me mision. Duhet kemi parasysh që në Kosovë, në ato vite, në disa qytete, siç është rasti i Pejës, ku kishte shumë, pra një numër konsiderueshëm pakicash serbo-malazeze, kishin filluar të organizoheshin celulat e para komuniste në Kosovë. Mirë, po këtu nuk merrin pjesë fare shqiptarët. Me fjalë mund gjesh 2, 3, 4 ose 5 shqiptarë që ishin përfshirë me lëvizjen komuniste në Jugosllavi, pra në Kosovë. Nuk ishin implikuar fare. Fatkeqësisht, disa nxënës kosovarë që kishin ardhur me studime në Shqipëri në periudhën e monarkisë, që studionin në Shkodër, në gjimnazin e Shkodrës, në gjimnazin e Tiranës, po edhe në Korçë, kishin filluar të binin kontakt këtu me lëvizjen komuniste, me idetë komuniste dhe duke pas të lloj vokacioni ose afeksioni, filluan tash kur shkonin në vendlindje ose në Kosovë, të lidheshin me celulat dhe grupet komuniste që ishin krijuar atje.
Dhe këta janë shqiptarët e parë, Fadil Hoxha, Emin Duraku e tjerë janë shqiptarët e parë që angazhohen edhe për krah këtyre emisarëve të Partisë Komuniste Jugoslave që vinë në Shqipëri për të organizuar lëvizjen komuniste. Duhet kemi parasysh që para 41-shit, para se të krijohej Partia Komuniste Shqiptare, grupet komuniste ishin të sobzuara dhe në luftë në kontradikt me njëra tjetrën. Dhe këta emisarë jugoslav, pra Dushani dhe Miladini, i cili në këtë moment ndodhen në Shqipëri si internuar, gjysmë i burgosur diku nga Peqini, çfarë bëjnë? Përpiqen që duke ndjekur direktiva që vinin nga shtabi i përgjithshëm partizan, pra nga Tito, të bashkojnë grupet komuniste shqiptare. Dhe kjo ndodhi de jure në 41-shin sapo Gjermania naziste sulmon Bashkimin Sovjetik, ku nga Kominterni ushtrohet presion, vjen direktiva që gjithë komunistët bashkoheshin kundra nazifashizmit. Nuk është se ai merret me detaje që na intereson ne sot. Ai thjesht tregon mënyrën si vjen situatën politike dhe ekonomike në Shqipëri. Për shembull tregon që në qytetet shqiptare në Tiranë kishte bollik për sa i përket produkteve ushqimore, po edhe një lloj qetësie relative nëpër qytete. Dhe kjo është e vërtetë sepse në qytetet shqiptare pothuajse kanë qenë qeta edhe gjatë periudhës italisë, po edhe gjatë periudhës së pushtimit gjerman. Ne dimë që Çeta 5 ishte kritikisht afër Tiranës, shumë afër. Ata po donin italianët mund shkonin, siç shkuan më vonë që u përpoqën ta eliminojnë. Pra ai tregon një pasqyrë, impresionet atit kur vjen këtu. Detaj interesante janë këto pastaj që ai tregon vetë që është një nga iniciatorët e luftës civile në jug. Pra për të eliminuar për shembull grupin e të rinjve të Sadik Premtës dhe Anastas Lulës e tjerë, pra shkon me Enver Hoxhën bashkë në Vlorë dhe atje përpiqet të organizojë gjithë këto celulat komuniste ose këto grupet komuniste, forcat partizane kundra Sadik Premtës dhe Anastas Lulës. Dushani ka qenë i qartë për sa i përket objektivave në Shqipëri, ose gjithë emisarat jugosllav. Çdo komunist shqiptar i cili ngrinte çështën e Kosovës ose kishte një lloj sensibiliteti ndaj çështës së Kosovës, këta e godisen. Pra kishin informacion për gjithë pikpamjet e drejtuesve kryesorë të grupeve komuniste, për shembull për Koçotashkun. Koçotashkun në një mbledhje e shtron çështën e Kosovës për diskutim dhe ky thotë që kjo është një çështje e brendshme e Jugosllavisë, sepse çështjet kombëtare ose këto probleme do zgjidhen në bazë të kartës Atlantikut. Pra kishin disa etiketa ose fraza që ishin kundër ose për të mbyllur çështjet e kufive kur diskutohej ndërmjet komunistëve, sepse duhet kemi parasysh që gjatë luftës jo të gjithë komunistët kishin pikpamje të përbashkëta për sa i përket Kosovës. Pra kishin pikpamje ndryshme. Flas për ata që kishin një farë formimi teorik, jo për masën, për partizanët, por për drejtuesit kryesorë. Dhe Dushani bashkë me Miladinin, edhe Miladini ka një ditar shumë interesant, po është me shkrimdore dhe është pak e vështirë për t'i përkthyer nga serbokratishja. Ai ka një ditar akoma më detajuar, Miladin Popovici. Por këto për fat keq, megjithëse kanë qenë në arkivin tonë të shtetit, nuk është se ka pas një iniciativë nga historianët apo nga drejtuesit e caktuar të institucioneve për të përkthyer gjuhën shqipe, sepse gjithmonë versioni zyrtar i historisë Partisë Punës së Shqipërisë është rishkruar ose ribotuar në varësi të dënimit që i bëheshin figurave ndryshme të leadershipit politik të atyre viteve. Ai thjesht i anatemon ose kanë atë etiketë ideologjike që janë trotskistë ose janë shumë devijuar nga partia. Pra nuk është se merret me detaje, thjesht tregon që ne shkuam atje me Enverin për të organizuar me fjalë eliminimin e këtyre. Por nga libri del që këta janë nxitësit kryesorë të luftës civile. Pastaj detajet në terren në ato lokalitete të caktuara ka rëndësinë e vet, po thelbi është që luftën civile këta e kanë promovuar, e kanë nxit midis lëvizjes nacionale shërimtare. Kjo është për mendimin tim e rëndësishme. Pastaj mënyra se e kanë bërë eliminimin është çështje modaliteti, sepse gjatë luftës janë eliminuar disa figura nga radhët e lëvizjes nacionale shërimtare. Siç më tha Gjinishi bie fjala. Zaif Fundo më vonë. Pra çdo person i cili Zauiu fatikisht kishte devijuar nga këta sepse
që përpara luftës e kishte kuptuar ç'është komunizmi dhe stalinizmi dhe ishte shkput. Kishte vendos kontakte me britanikët, me lëvizjen e kryezinëve në Gjakov dhe ishte atashu pranë atyre. Megjithëse prapë Enveri, këta dy figura, Mustafa Gjinishin, se Mustafa ishte komunist, po ishte për mbajt një lloj kështu aleance me britanikët ose me perëndimin. Duke kemi parasysh që Enver Hoxha është përpjekur që gjatë periudhës së luftës dy botërore të eliminojë gjithë ato figura komunistësh ose protagonistësh që i konsideronte si rival potencial për të ardhmen. Këtë gjë ka bërë edhe mbas 44 fatikisht, por qoftë brenda radhëve për KSH-s, por edhe për sa i përkat se ne do dalim pak te eliminimi intelektual mbas 44-s, këta kishin frikë. Për shembull, është rasti i bombës në ambasadën sovjetike. Këta kishin frikë se mos ka një ndërhyrje nga jashtë në perëndimi për të lexuar regjimin komunist dhe kush do vinte në pushtet? Persona më të shkolluar, kryesisht ata që ishin shkolluar në perëndim. Dhe po të kesh parasysh, gjithmonë listat ata i kishin gati. Pra mund të ketë shumë një person plus minus, por listat për të eliminuar individët, intelektualët, elitën intelektuale të kohës i kishin gati dhe thjesht kur krijohet precedenti ose rrethana, i nxirrnin dhe vendosin për të ekzekutuar. Dhe është një person i bindur i atyre, pra unë mendoj që se këta kur krijuan PKSH-n, vendosën që kryetarët e grupeve komuniste do t'i japin dorëheqjen nga kandidimi dhe pastaj do dalin strukturat e reja. Dhe kjo ka qenë skema e këtyre, pra jugoslavëve, për nxjerr personat më besnik kryet PKSH-s, dhe ashtu bën. Pra i detyruan që kryetarët e grupeve jepnin dorëheqjen nga kandidimi dhe kandidatë tjerë, dhe dolën ta pra, persona më besnik. Pastaj ne nuk kemi dokumenta, po unë besoj që Enveri është një person që do të ketë jo Enveri, por shumë figurat asaj kohe kanë pas kontakte shumë më herët me këto konjunktura. Për shembull, po them dy detaje. Mbasi bëhet lëvizja 24-s ose jashtë quhet Gushti i Shtetit 24-s, këta antizogistët vendosen në Vjenë, kryesisht. Aty krijohet Konareja, Komiteti Nacional Revolucionar. Pse? Aty ishte qendra e Kominternit për Europën, pra gjithë financimet që Kominterni bënte për Europën dhe për Ballkanin, i bënte nëpërmjet filialit të Vjenës. Mirë, po aty është edhe Partia Komuniste Jugoslave, pra aty kishte qendra. To kanë pas kontakt që në 24-ën, pra fillin kontaktet e para. Mos më thënë më herët, po 24-ën është zyrtarisht që kanë kontakte, se u kanë botuar dhe një libër tjetër, dokumente e Kominternit për Shqipërinë, i kanë marrë te Arkivioni i Shtetit, Arkivioni i Shtetit ose historianët i kanë marrë në Bashkimin Sovjetik kohën kur kishim raporte të mira dhe aty ka shumë informacion për grupet komuniste, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Bashkimin Sovjetik, për ata që shkollohen atje. Mënyra si ka hyrë komunizmi në Shqipëri është akoma e pastudiuar si duhet. Tjetër pastaj, i vetmi personalitet ose figurë komuniste që është dërguar nga Kominterni në Shqipëri me direktiva është Koço Tashko. Në 37 mos gaboj, Koço Tashko ka pas persona të tjerë pastaj që vinë nga Kominterni këtu, po me direktiva është vetëm Koço. Ky bashkë me një figurë tjetër atyre viteve, kur shkon në Shkodër takoi Zef Malën, Zefi i thotë që ne nuk kemi nevojë të marrim direktiva nga Kominterni, se i marrim nga Partia Komuniste Jugoslave. Njëjtën gjë, thot një nga këto, na thotë edhe Qemal Stafa kur vim në Tiranë, se nuk e gjejmë Shkodër, thotë, të takojmë në Tiranë. Njëjtën gjë që ne nuk kemi nevojë të marrim direktiva nga Kominterni, se i marrim nga PKJ-ja. Pra bëhet fjalë në 37-ën, 38-ën. Dhe unë kam pas bërë dikur një shkrim të vogël që kontaktet dhe influenca e Partisë Komuniste Jugoslave në Shqipëri ka filluar që para luftës dytë botërore. Pra fillon përpara kontaktet lidhjet. Pastaj gjatë luftës, sigurisht kemi një rikonfigurim të grupeve komuniste ose të lëvizjes, por një pjesë e tyre duhet të dimë që underground i kanë pas lidhjet. Dëshmitarët okular që kanë qenë në ato vite tregojnë torturat njerëzore deri tek rrjepja e njeriu, më fjalë nga Miladini dhe Dushani. Pra, tyre që kapeshin ose atyre shqiptarëve që ata i konsideronin si armiq të drejtë për drejtë. Dhe terrorizmi, frymën e terrorizmit ose të torturës, këta e injektuan në fjalë e thënë edhe vetë në
plenum të Beratit, e thënë, e pranon dhe vetë komunistët shqiptarë që nga këta i kopjuam që morëm metoda terroriste. Pastaj Dushanit, mbasi del transferimi që do rikthehej në Jugosllavi, aty le disa amenete. I thotë që Spira Mojsiu, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, do të zëvendësohet me Enver Hoxha. Në krye të brigadës parë sulmuesi do të vetë Mehmet Shehu. Që do të kalonin veri të Shqipërisë për të marrë situatën në kontroll. E disa gjëra të tjera, pra i lënë si amanet, madje ky Miladini i thotë duçi i thotë, pse kështu i thonin shkurtimisht. Kjo duket sikur po lë një testament ose amanetet i thotë, me shaka. Në të vërtetë, gjithë këto orientime ose pikat që la Dušan Mogosha, edhe mbas ikjes atij u zbatuan një për një. Pra gjithë arkitekturën e lëvizjes komuniste, pra të ushtrisë, po edhe si themi ne kuadrë drejtues i kanë emëruar këta me fjalë. Emisarat Jugosllav. Pavarësisht se një pjesë e historianëve shqiptarë sot përpiqet ta mohojë, gjë sikur ne kemi bërë çdo gjë vetë kështu, por kjo është diçka që tash është konfirmuar me shumë burime alternative. Nuk flet për terrorin që ka bërë vetë ose bashkëpunëtorët e vet, sepse kjo implikon, por nga dokumentat të ndryshme, pra nga kjo del kryesisht në plenumin e Beratit, aty vet këta komunistët shqiptar e pranojnë që kanë pas një frymë terroriste, pra kanë ndjek praktika terroriste në Shqipëri, qoftë brenda vetës, qoftë edhe ndaj kundërshtarëve politik, dhe me fjalë japin si referencë ta dy figura, pra Miladin e Dushanin, pra Jugosllavët, që nga këta i morëm, nga këta i mësuam. Sigurisht vetë ideologjia komuniste është terroriste në vetvete, pavarësisht se ne e drejtojmë gishtin te këta dy emisarë Jugosllav, po edhe pa mos ishin ta ajo prap do ishte mendojon, sepse vetë kjo ideologji e ka dhunën, represionin, terrorin. Po këta sigurisht duke që janë anti-shqiptarë në shpirt, në subconsciencë, e kanë filluar më herët se sa duhej, që para 24-s. Për mendimin tim, në historinë e shtetit shqiptar, vrasja e parë politike që hap edhe kutinë e Pandorës është ajo e Sat Pashtotanit në Paris. Para kësaj kemi edhe vrasjen e Preng Bibdodës, që është vrarë nga italianët, pra me dorën e shqiptarëve nga italianët. Kemi edhe eliminimin e Ismail Qemalit dhe të Sat Pashës, pra për gati një vit e pak, konjunktura ndërkombëtare këtu riformatuan skenën politike. Pra eliminuan 3 politikanët më me influencë. Por ajo që hapi kutinë e Pandorës është vrasja e Sat Pashtotanit në Paris. Unë jam kundër kësaj, personalisht, mund ta shpjegoj me shumë argumente, por ka historian kolegë mi ose njerëz të ndryshëm, shqiptarë ndryshëm që thonë mirë ja bëri, me fjalë që e vrau. Mirë, po kjo hapi kutinë e Pandorës, sepse më vonë shumë shqiptarë filluan tash kur kishin pak kënaqësi nxjerrin koburë. Mirë, po bota qytetëruar dhe e drejta kërkon që vetëm shteti, mbasi i kalu 3 shkallë të gjykimit, mund të vrasë, jo individi. Pra një person mund bëhet faj, mund bëhet gabime, nuk e vëm dyshim. Mund të jetë tradhtar, por tradhtar sipas me ose sipas jush. Këtë përcakton gjykata pastaj. Pra çdo person, nëse bën një faj, qoftë politikan ose civil, duhet arrestohet, dalë përpara gjykatës, të jepet mundësia të mbrohet në 3 shkallë dhe pastaj fund fare të ekzekutohet nëse ka ligj me vdekje. Pra kjo është vrasja kryesore, madje Avni Rustemi kur vjen në Tiranë, vishej dhe me atë veshjen e tradicionale të labit dhe tregojnë disa dëshmitar okullar që ky nxirrte edhe pistoletën dhe thonte që me këtë që kanë vrarë sa Tiranën, do vrasë edhe Ahmet Matin, për Ahmet Zogun. Dhe përpiqet bashkëpunim me opozitën atyre viteve që të manipulojë një student ose një rjosh, një djalë të ri, që ishte Beqir Valteri, i cili por ishte vërtet si ishte bursist, Zogu i jepte bursë, pra se ishte nga e njëjta krahin, po e manipulon ideologjikisht, i bënte stërvitje, përgatiste si killer, si vrasës, pra i bënte stërvitje me armë në një zonë këtu në Tiranë, dhe në një moment kur kryeministri hyn shkallët e parlamentit, ky Beqir Valteri nxjerr pistoletën, po ishte pak
gagaç, pra i meke goja. Dhe në momentin që ti thonte ato fjalët për ta vrarë, aty pengohet dhe zogu jo se bën diçka, po mbrohet, nxjerr duart shumë përpara dhe godet 3 ose 4 herë kryeministri, pra me zogun. Zogu i përgjakur hyn në parlament dhe aty mban një fjalim brillant ku i thotë këto ndodhin në çdo vend botës, ruani qetësinë, gjaktësinë e tjerë, sepse deputetët atko ishin të armatosur, të dyja palët, edhe opozita edhe pozita. Duke marrë pastaj në konsiderat faktin që një pjesë opozitës, pra 3-4 persona, ishin ndjeni të kësaj që do ndodhte se kishin qenë organizator. Sidoqoftë zogu shpëton, në atë moment lajmi shkon tek shtëpia Ahmet Zogut, tek ëma Sadia Toptani, mirë pra aty kishte gati 100 sa besnik Zogut, dhe ata një moment u çuan që të shkonin të bënin reprezalje aty, por ëma ti Zogut i ndalon ato që mos të qëndroni këtu, ndërkohë që Zhandarmeria në atë moment po përpiqet negocionte me Beqir Valterin, i cili kishte hyrë në banjën e parlamentit dhe nga aty këndonte këngë patriotike. Gjithsesi ai dorëzohet, mbas dorëzohet zhvillohet një proces hetimor, ku ky dekonspiron personat që e kishin nxit, pra që ishte Avni Rustemi dhe disa të tjerë, dhe vendi hyn krizë politike. Hyn krizë politike, mbas pak kohësh vritet Avni Rustemi, pra i cili e kishte filluar karrierën si vrasës dhe vritet, sepse kush nuk e di, Bibla duke ka një pjesë e thotë nëse ushqesh nga shpata do të gjesh vdekjen. Pra një besnik i Esat Pashtotarit, i Sufreci, e vret diku tek Pashku te Pazari ku sheshi sot, dhe ne nuk kemi informacion të saktë se ka indicje sikur në atë periudhë po përgatiteshin disa vrasje politike në Shqipëri, sepse shteti shqiptar ka interceptuar themin me gjuhën e sotme, po ka kap një dokument që konsullata jugoslave në Shkodër komunikon me fjalë me Beogradin dhe fliste edhe prefektura e Shkodrës, se prefekti në atë periudhë ka qenë njëkohësisht edhe shefi i shërbimit sekret i prefekturës. Kishte informacion pra për këtë gjë që do ndodhte. Dhe mbasi ndodh kjo ngjarje, ky ja dërgon Ministrisë Brendshme, që unë thotë madh një personi që hyn del te konsullata jugoslave, kam këto informacion që do vritej një personalitet ose një ose dy personalitete të larta të politikës shqiptare. Po nuk njoftova, tha, se nuk e vlerësova si duhet të informacion që më ka ardhur nga ky. Ndërkohë Shqipëria në ato vite ishte si një vend, një dhomë që ishte derdh benzinë dhe mjaftonte vetëm një shkrepse. Pra nuk dihet që ky personi i Sufreci e ka vrarë thjesht si ishte besnik e Esat Pashës Avni Rustemin, apo kjo mund të ketë edhe një propagandë politike, sepse në Shqipëri shumë vrasje politike i kanë nxit huajt për të kryer destabilitet. Edhe ne vetë jemi pak gjatë zet, pak të ashpër me njëri tjetrin, sidomos kur merrem me politikë, dhe kjo e amplifikon situatën. Pastaj vazhdon vrasje politike, kulmin e arrin luftën e dytë botërore, me eliminimin e disa figurave politike që ishin pjesë e qeverive të shqyrtur Quisling të kohës nga komunistët, dhe me gati eliminimin ose vrasjen ose me rreth 1500 viktima ose 3000 viktima nga të dyja palët, pra forca nacionaliste edhe forcat komuniste. Pra kemi më shumë jemi vrarë me njëri tjetrin gjatë luftës së botërore se sa na kanë vrarë gjermanët dhe italianët. Pra numri i vrarëve nga lufta civile, se edhe këto janë vrasje politike. Është konfirmuar kjo? Kjo është e konfirmuar. E pranuar. Po, mund ta pra kemi dokumentacion që më shumë jemi vrarë me njëri tjetrin gjatë luftës së dytë botërore se sa na kanë vrarë italianët dhe gjermanët. Pastaj, në mënyrë sistematike të organizuar, vrasjet politike fillojnë mbas 44-s. Pra që është kulmi i kulmeve. Sepse shteti ose lidershipi politik filloi të eliminonte me lista gjithë ata persona që i konsiderohen si kundërshtar potencial. Qoftë edhe të pafajshëm, pra njerëz të pafajshëm, por kundërshtar potencial. Unë do të tregoj një kuriozitet nga familja ime. Mbas 91-shit, kishim një fëmijë i cili kishte pas një detyrë caktuar dhe na tregonte që unë fonte kam pas listat e familjeve që konsideroheshin si armik të mundshëm. Dhe nëse do kishte një ndërhyrje nga jashtë, ne kishim urdhër që këto familje të ekzekutoheshin. Dhe familja juaj thonte ka pas këtë numër, nuk e mbaj me tash 301 ose 31, të rrethuar me të kuqe që do eliminoheshin. Të them të drejtën, unë nuk e besoja këtë persone, nuk e besoja për këtë që thonte, se nuk isha parë gjë me sytë e mi. Po para 7-8 vjetësh, mbiret në dorë një dosje, e cila kishte edhe emrin e gjyshit tim, Hasan Bello, se ne jemi më origjinë nga Konispoli,
sa gjyshi është dëbuar, internuar në kavaj dhe nga aty survejohen nga sigurimi i shtetit dhe ishte pjesë e kësaj liste. Dhe emri i gjyshit, kur ndodha që quhet komplotin Çam thojza, eliminimi i Temesekut e tjerë, gjithë këto persona që kishin pas kontakte ose presupozoheshin që ishin pjesë, kishin lidhje me këtë network, ishin në listën e ekzekutimit. Po te kjo listë kanë qenë, siç e thash, gjithë familjet që presupozoheshin që ishin armiq të regjimit. Unë mendoj që Katovica de facto ekziston. Por ne nuk kemi një dokument. Po kjo nuk do të thotë se nuk ekziston Katovica. Pra nuk do të thotë se regjimi komunist nuk ka marrë masa për të menduar se ç'do ndodhi pas nesh, ose Enver Hoxha apo drejtuesit, sepse ai edhe para se të viste përcaktoi gjithë arkitekturën drejtuese të shtetit. Kjo pastaj ngeli në dorë Ramizalis. Unë kam lexuar për shembull një dokument francez, pra francezët e kishin nuhat të gjë dhe thonin që regjimi komunist, Ramizalia e tjerë, po merr masa për të krijuar një leadership, sepse një pjesë të mirë të figurave që kishin profesione ndryshme, inxhinier, mjek e tjerë, po i dërgonte me specializim në Francë. Po krijonte një lloj, sepse i vetmi vend perëndimor me të cilin ne kishim lidhje permanente, me fjalë, pa u shput asnjëherë dhe shumë të mira, gjatë regjimit komunist ishte Franca. Kjo edhe për shkak se diktatori jon kishte jetuar atje, ishte frankofon, kishte kulturë franceze e tjerë. Pra kishte një simpati të jashtëzakonshme. Pra dhe francezët vetë kishin kuptuar, pra ambasada franceze këtu e kishte kuptuar që këta po përgatisin një leadership të ri. Pra po i çonin Francë për kurse, për specializime që sepse Shqipëria edhe këto 30 sa vjet është qeverisë kryesisht nga drejtues që kanë frankofon, që kanë kulturë franceze. Kjo nuk është gjë e keqe në thelb, por thjesht po tregojmë atë mënyrën se si regjimi komunist po inxhinierinë sociale pra të regjimit komunist. Unë mendoj që ata e kanë përcaktuar edhe ish shefi i shërbimit sekret shqiptar në një intervistë publike, tregon që këta në vitet 70 kishin krijuar drejtorinë e agjentit konservuar. Po kjo është shumë vende të botës. Ka funksionuar si model. Që në rast se do binte regjimi, këta agjentët e fjetës të konservuar të dilin në skenë. Nuk ka rëndësi, ne po të shikojmë de facto, sepse në histori ka shumë marrëveshje edhe ndërkombëtare që janë nënshkruar por nuk janë zbatuar. Ndërkohë ka shumë marrëveshje, pra nuk që ekzistojnë, pra nuk janë zyrtare, por po të shikosh në praktik, po të nisem në terren, gjitha janë zbatuar, pra nuk janë ratifikuar nga parlamentet përkatëse, nga shtetet përkatëse, por në praktik janë zbatuar një për një. Edhe Katovica në Shqipëri, unë mendoj që nuk ka një dokument shkruar, deri tani nuk kemi zbuluar, por në praktik mendoj që ata e kishin menduar shumë mirë se kush do t'i merrte frenat pushtetit. Që Ramizalia ka shpërnda para për të krijuar kapitalistët e parë në Shqipëri, kjo është diçka që mund të konfirmohet, sepse ka shumë biznesmen që u bën më vonë që i dha nga 200-300 mijë dollar që fillonin hapet e para. Ata një lloj kulture ose formimi e kishin, sepse duke punuar për shembull te Ministria e Tregtisë Jashtme ose institucione të ndryshme, pra kishin kontakte me botën jashtë. Mbasi ra komunizmi janë edhe kapitalistët e parë në Shqipëri. Është i biri i tij njëri ndër ta? Nuk kam informacion saktë me thënë drejtën, thjesht ato që janë publikuar në rrjetet sociale, po mendoj që ai dhe të gjithë tha nuk është se i kanë lënë fëmijët fukari. Pra ata mund të hiqen si të varfër, si të thjesht njerëz modeste kështu, edhe mund të jenë deri diku, sepse i kanë arritur çdo gjë, por që ata kanë menduar për fëmijët e vet, për të siguruar dhe ekonomikisht. Sigurisht ata pranojnë vetë. Thjesht këta që kanë marrë detyrat ndoshta se pranojnë, po këta që i kanë caktuar bilës ky Sofokli Lazi në një intervistë që jep, që ishte eminenca Agri Ramizit, pra përpasken ishte person shumë i fuqishëm, në një intervistë thotë që filani thotë, drejtues shumë i rëndësishëm politik, doli në krye të lëvizjes sepse ishte më i mirë informuar nga Ramizalia. Pra kishte informacione më shumë se sa të tjerët, sepse informacioni është pushtet, është fuqi. Pra ai kishte informacion se kishte kanalet që bë kështu, kjo do ndodhi kështu etj. Sigurimi i shtetit është një faktor shumë i rëndësishëm, qoftë para 91-shit, qoftë mbas 91-shit të gjërat që kanë ndodhur. Sepse jo vetëm që ato kanë qenë të organizuar, po edhe po nuk kanë qenë të organizuar,
vetë një numër aq i lartë, aq i madh punonjësish që kanë punuar aty, influenconin, sepse ata lidhet e kishin me njëri tjetrin, pavarësisht se nuk kim punë, por unë jam historian për shkak, unë kam lidhje me historian në Shqipëri dhe në gjithë botën, me kolegët e mi, pra kam një network timin. Dhe ata plus networkut, pra drejtuesve kryesor, por kanë pas një kontingjent shumë të madh informatorësh. Pra bëj fjalë nga fillimi i regjimit deri në fund mund të kenë qenë 150.000-200.000 informatorë. Tashi jo më larg sa para 3-4 ditësh, më tregonte një ish mësues i cili kishte themeluar një deg PD-s diku nga Shkoza, në një institucion nga Shkoza. Mbledhim tha edhe një sasi donacionesh për 12.000 lekësh në antarësita dhe kur shkoj tek selia PD-s takoj filanin, një ish bashkëpunëtor sigurimit të shtetit që dihet publikisht. Dhe i thot që bëni kujdes që te antarësia juaj, te kjo dega juaj, mos ketë fëmijë ballistësh ose legalistësh. Po pse i thot ky ne prandaj po vim këtu te kjo parti se është e kundërta asaj që kanë bërë komunistët deri dje. Pra, po të shikosh shumë pak figura që vinin nga shtresa e persekutuar ose që ishin pinjoll familjeve të rëndësishme ose figurave të rëndësishme, ju dhan detyra. Ju dha shumë pak diku aty këtu sa për kryer një alibi, por nuk është se morën një detyrë. Për shembull, i gjithë ishte persekutuar, dënuar, kanë punuar në polici. Pra, sektori më i rëndësishëm ku ata punuan ishte policia. Po për 3-4 vjet, sa herë në 97. Po nuk është policia sektori më i rëndësishëm për të ndërgjuar një shtresë persekutuar. Elita dhe rënia e komunizmit në Shqipëri për mendimin tim ka qenë një shpërthim i kontrolluar. Edhe këtë do them, unë kam pas lexuar një rastisht duke përgatitur një botim për Vatrën në Amerikë. Aty gjej një letër të një ish drejtuesit të Federatës Vatra, i cili gjatë luftës ftohtë deri në 91-shin kishte qenë bashkëpunëtor i CIA-s amerikane. Pra shqiptar nga emigracioni politik. Dhe i dërgon dikujt një letër në Tiranë ku i thotë që kur vjen Ramiz Alia këtu thotë, kur shkon në New York, ju përgjërua CIA-s, thotë, ju përgjërua. Dhe unë them që aty ata kanë bërë pakt se Ramiz Alia u përpoq të bënte një ulje të butë, por kjo ulje e butë që ndodhi në Shqipëri, pra ky revolucioni pa gjak, pa dhunë, se nuk pat një gjë të madhe, po ta krahasosh me Rumaninë e tjerë, kjo çfarë na solli ne? Na solli një demokraci të deformuar dhe të kontrolluar prapë nga ata. Po të kishte pas pak më shumë trazira, s'po them që derdhë gjak, se nuk e uroj atë gjë, po të kishte pas më tepër përplasje, unë mendoj që demokracia në Shqipëri do të kishte qenë më shëndosh se sa ajo që përjetuam ne.